Selam aleikum, më dhe marë. Aleikum selam. A banë me të vetë shka? Urdhë. A dhe mes dy sejdëve. A vërët nëse në stu të kur gjëna, a vesh rrim qështu? Elhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Po, mes dy sejdëve është edhe një kohë ku duhet të ndalet besimtarit të qëndrojë, në kuptimin e asaj kur thëna Allahu Ekber prej sejdës parë kur ngritemi, duhet me qëndru pak, me bo sabër, jo me shku më njerën sejdën e dytë, e para. E dyta, gjatë ti qëndrimit, është sunnet që mi thonë disa lutje dhe disa dua. E që themi, amin, e si tonë, që themi, Rabbi gfirli, warhamni, wa afini, wa gjburni. Ose dikush thot, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Por ajo që është si dua ma e plot në sunnet që përmendet është duaja Rabbi gfirli, warhamni, wa afini, wa gjburni. Që do me thonën, o Allah, mua mi falë gjënahet, mua më mëshira, masit mi falë gjënahet, mu të më trajtosh me mëshirën tënde, wa afini wa gjburni, dhe më ruaj nga gjënahet në të ardhmen, wa gjburni dhe më jep kuvet dhe ta ka që të vazhdoj, ka e mira dhe ka e mbara, e që të mos të kthejmë asë një herë, ka e keqa. Që kërkon besimtarin këtë rast për Allahut, ndihmë që Allahut t'ja mundson, që ta rikoperon vetën në aspektin imanor dhe në aspektin fizik dhe në aspektin e vullnetit për me vazhdu ka e mira dhe ka e mbara. Kjo është shkurtimisht njëra nga duat apo dy verzionet të duave që besimtari i ban mes dy sejdëve, mësoheni pra Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, ose Rabbi gfirli, warhamni, wa afini, wa gjburni. Këtë e thue së paku një herë mes dy sejdëve. Allah është përlefshë. Selam aleikum, Allah është përlefshë.